24 tetor ngrihuni për luftoni për vendin tuaj. Libri i fundit i Bill O'Reilly, të cilin më ka dërguar sekretari i tij Free, flet për ballje me djallin, për ballje me të keqen. Dhe Bill O'Reilly bën një paralele që njerëz si Caligula mund të krijojnë shkatrim të madh në perëndorie. Nuk kemi psikopat tillë si president, thot ai, edhe pse e majta portretizon tillë Trump, por kjo mund të ngjas me New York, qytetin e New Yorkut. Për herë të parë në erën moderne, të paktën një socialist i pandershëm, Zoran Mamdani, do të jetë kryebashkak në zgjedhjet tona të mendorit. Ai thotë se është një socialist demokratik, por ka thënë gjëra që kanë kuptim vetëm në një kontekst komunist. Ka pasur ndryshime masive demografike në New York, dhe nuk është më thjesht një qytet demokrat, është një qytet radikalisht demokrat. Kështu që Mamdani mendon se mund të tërheqë këto baza djathta ekstreme në një mënyrë që ta bëjë zgjedhjen e tij të mundur me pjesëmarrjen shumë të ulët të votuesve. A mund të ndalet? E vetmja mënyrë që ai të ndalet është se nëse e majta, qendra dhe djathta bashkohen dhe thonë, ky njeri përfaqëson shkatrimin e mënyrës të jetës dhe ai do të jetë falimentimi i shtetit dhe do të zhvendos të gjithë burimin tonë të pasurisë. Kjo është klasa financiare vetë. Amerika po kalon një transformim të madh. Të gjithë në New York janë të tensionuar sepse duket sikur për herë të parë në epokën moderne Mamdani do të jetë kryebashkiak. Çfarë është më shqetësuese? Për programin socialist Mamdanit është se ai është një socialist pa keqardhje. Ai thotë se është një socialist demokrat, por në rastet të mëparshme ai ka thënë gjëra të tilla si me të qenë socialist i vërtet. Duhet të fitosh ose të marrësh nën pronësi mjetet e prodhimit. Kjo është saktësisht nga libri i lërave komuniste e Engelsit, është thelbësore për komunizmin. Dhe ai ka thënë gjëra që kanë kuptim vetëm me kontekst komunist. Ai dëshiron të heqë shkollat elitare, ku është meritokracia, dëshiron të shkojë në zonat e pasura të bardha, t'i taksoj më shumë në mënyrë të egzageruar, dëshiron të jap transport falas për njerëzit dhe të bëjë një grup të veçantë të paguaj për këtë, ata që ai quhen të pasur. Pra, ai dëshiron të kthejë përmbys kapitalin financiar të botës. Normalisht, madje edhe në New York, i cili është një qytet liberal, do të ishte e pamundur të shikoje dikë si Mamdani që të zgjidhej. Por ka pasur ndryshime masive demografike në qytetin e New Yorkut. Afërsisht 1 milion votues çifut, të mesëm dhe të pasur, kanë hikur gjatë 20 viteve të fundit për arsye të ndryshme. Kemi pasur një politikë të hapjes kufive, ku qindra mijë emigrantë të rinj kanë ardhur në New York. Dhe nuk është më qytet demokrat, është një qytet jashtëzakonisht demokrat. Pra, Mamdani mendon se në një vit që është jashtë zgjedhjes, sepse vit të tillë jemi, nuk kemi as për kongres, as për president, nuk ka zgjedhje presidenciale, nuk ka zgjedhje mes mandatit dhe nuk ka shumë arsye për votuesin normal që të dalet votojë. Dhe kështu ai thret bazën e majt radikale. Dhe ai do të fitojë, sepse do të jetë një pjesëmarrje e ulët votuesit. Pra, ai bazohet tek pak njerëz që dalin, dhe ata që dalin janë pakica, por më e rëndësishmja është që klasa mesatare e lartë, luksoze, kryesisht e bardhë, e pasur, apo ata të rinj të pasur aziatik, ndihen indiferent. Këta janë njerëz që kanë ardhur, janë me shkolla të mira në New York City, në Columbia. Kanë një shtëpi të mirë, kanë një makinë, kanë shkolla të mira, por e ndjejnë që nuk mund ta përballojnë dot New Yorkun. Mamdani e ka strehimin tek subvencionimet. Ata që nuk mund të marrin strehim si ai, sa ai e ka marrë me qira gjys për gjys nga shteti, kështu që ai tërheq ndjeshmërinë socialiste. A mund ndalet? E vetmja mënyrë është që pjesa e djathtë, e majtë dhe qendrës të bashkohen. Ne nuk na pëlqen njëri tjetri, mund të thoni, kemi shumë pak të përbashkëta, por ky njeri përfaqëson shkatrimin e mënyrës tonë të jetës. Ai është anti-Izrael, është antisemit, është pro Hamas,
është antikapitalist, anti-sipërmarrje të lirë, ai është socialist. Dhe me Mamdanin do të falimentojë New Yorku, bashkia, dhe do të nxjerrë jashtë burimin tonë të pasurisë. Sepse kjo është klasa financiare vetë. Por për ta bërë këtë duhet një opozitë e fortë. Nuk ka më Bloomberg, nuk ka më Giuliani. Pra ke dy zgjedhje. Përveç Mamdanit, ke Komën dhe Slivën, një konservator. Njëri nga ata duhet të riqet. Është e çuditshme sepse mungon një përfaqësues realisht i djathtë, përfaqësuesi republikanëve këtu merr 10 ose 15% votave konservatore. Por nuk fiton zgjedhjet. Ke Komën, vjen nga familje e famshme Komo. Vllai i tij është e CNN. Kemi pasur Mario Komën, babain e tij, guvernator. Por ka dhe probleme. Ai ishte përgjegjës për riorientimin e spitaleve, pra që mos të përballoheshin me pacient varfër me Covidin dhe janë me mirat vdekur, ai është përgjegjës. Ndoshta 12 ose 13.000 vdiqën në zonën e New Yorkut nga ato vendimet të tij. Së dyti, ai ka një rekord të gjatë akuzash për ngacmime seksuale dhe ndaj u detyrua të jepte dorëheqjen nga guvernator. Por më rëndësishme kur e shikon atë në skenë, nuk është kandidat i gjallë, i fortë, me shpirt, i shpejt, me fakte. Qoftë t'ju pëlqej Komo apo jo, askush nuk do të hynte në debat me të, sepse ai e di debatin, ai është energjik, duket i dobët, duket anomik. Por mori 10 ditë pushim nga fushata. Pse e bëri këtë? Dhe Komo ka një përqindje, por pa u tërhoqë që republikani Sliva nuk ka shanse. Është problematik që Komo do të hynte apo jo në debat. E ka të vështirë. Nuk mundet. Dhe kjo do të bëjë që New Yorku të shkoj tek Mamdani, i cili do të atestoj shumë sistemin. Dhe Trump tha që do të keni një major komunist. Dhe nuk më duket habi që ai të garoj për president dhe ne për herë të parë kemi një president komunist, thot Trump. A do të ndodh kjo? Fundi fundit është me votim. Është me zgjedhje. Problemi është që shumica amerikanëve nuk kanë një mendim të thellë. Nuk kanë informacione të qarta, janë indiferent dhe kjo bën që figura të tilla të marrin mbështetje nga ajo stres që do gjithçka falas, free. Këtu hyn wokizmi, ti je i fjetur, ti je i shtypur. Klasat sunduese përfitojnë prej teje. Janë terma që ne njohim mirë në Shqipëri. Por socialist-demokrat, pra social-demokrat, nuk është një mëkat i madh, sepse vetë Partia Demokrate me qendër në Washington kërkon që mjekësinë ta bëjë si Kanadaja, si Anglia, si Italia, si Gjermania. Pra sociale këtu nuk është. Mamdani ka hedhur dhe një ide, strehimin si Vjena. Për mua ai fiton. Problemi do të jetë me falimentimin e qytetit. Dje ju fola për Hoxha se si e shiti Kosovën, edhe njëherë. Në Tiranë. Hoxha vazhdon dëbimin e nënshtetasve italian. Ndërkohë, sekretari i shtetit i çon një memorandum Jacobs duke ngritur përsëri problemin e trajtimit të misionit amerikan. Ajo që është problem është se në Senatin Amerikan kërkohet që Shqipëria Vori e Epirin t'ja japin Greqisë. Është në sensin e Senatit se Epiri Veriut përfshi 12 ishujt në detin e Gje, njohur si det okaneze, ishin dominime të forta të popullsisë greke. I duhen dhënë Greqisë nga konferenca e paqes dhe duhen përfshirë në territorin e Greqisë. E kam gjetur në departament. Por departamenti ndërhyn duke sqaruar qeverinë shqiptare se Senati mund të shprehë pikpamjet, por shkrau ekzekutiv që vendos. Qeveria amerikane nuk mbështet kërkesën greke. Rezoluta është raportuar jashtë komitetit, pa mandament, më 22 mars 46, dhe Senati nuk ndërmerr aksion rreth rezolutës.
është prerogativë e Senatit të shprehë mendimin në çdo mënyrë që dëshiron. Sidoqoftë, aksionet të ndërmarra nga Senati, si në këtë rast, nuk duhen marrë si qëndrim ndikues si degës ekzekutive të qeverisë amerikane, as pro as kundra, por si një propozim. Hoxha i ka paraqitur Jakobsit një notë zyrtare ku vazhdon të mbrojë Kongresin e Përmetit. Jakobs informon se Hoxha premton rishikimin e traktateve, ndërsa regjimi shqiptar pranon vetëm traktatet shumëpalëshe. Besoj se ky zhvillim merr efekt lidhur me kërkesën e Shqipërisë për antarësim në lidhjen e kombeve tash në shqyrtim në New York, shkruan Jakobs. Zhvillohet konferenca paqes në Paris. Greqia agresive. Londra anon nga Athina. Hoxha ka shpresa nga Washingtoni, por i trembet Senatit për grek. Lobi duket shumë i fortë. Ka dërguar me një mision sekret Tuk Jakovën. Në shënimet e tij Fanoli kujton se Hoxha dërgoi Jakovën dhe Noli e ka shoqëruar kudo, por kur erdhi koha për takimin më të rëndësishëm në departament me sekretarin e shtetit, Hoxha nuk pati besim te Noli. Dhe Noli më vonë do të shkruante komisari ignorant Tuk Jakova. Ministri pa portofol ka vizituar në departament, por duke thënë që nuk përfaqësoi zyrtarisht ende qeverinë, por të gjitha porosit do t'ja dërgoj Enver Hoxhës kryeministrit. Pranojnë në pranim të gjitha traktatet e marrëveshjes. Jakova u ka premtuar amerikanëve se do të komunikojë me Hoxhën. Natyrisht që është ankuar për rezolutën e Senatit për Vorjo e Pirin. Hoxha ndihet si përbuzër. Ka filluar të akuzojë Britaninë e Madhe, duke përdorur incidentin e Sarandës, të cilën e përshkron si një pretekst të papranueshëm për të mos vendosur marrëdhënie diplomatike. Në 9 tetor, Jakobs ka bërë takimin e lamtumirës me Hoxhën, i shoqëruar nga Henderson. Takimi ka qenë 2 orë. Raporti është shkruar nga Henderson, i cili i dërgon raport të përpiluar saktësisht. Sipas tij, Hoxha ka qenë i pakënaqur nga amerikanët lidhur me kërkesat e Greqisë për Vorjo e Pirin. Jakobs i ka thënë, SBA nuk mbështet kërkesat e Greqisë. Hoxha i tha se në Paris ju keni mbështetur. Jakobs i tha, jo, nuk keni burime të sakta. Por Hoxha tha se Amerika ka votuar që të pranohen kërkesat e Greqisë kundër Shqipërisë. Sipas raportit, Jakobs i ka thënë Hoxhës, në SBA, sistemi gjyqësor është ndryshe. Gjithkush ka të drejtë të ngrej padijë ndaj gjithkujt. Nëse gjenden fakte, gjykata dënon ose kundërta. Jakobs e ka thjeshtëzuar akoma më shumë. Për shembull, Hoxha kërkon të më akuzojë mua për vjedhje dhe ka të drejtë ta çojë padijë në gjykatë. Ku do të vendoset nëse jam apo jo unë vjedhës? Në raport shkruhet se Hoxha e tha se kjo nuk ka ngjashmëri pasi ti nuk je vjedhës. Jakobs i është përgjigjur, general, si do të reagoje ti nëse Shqipëria do donte të ngrinte në çështje ditës në konferencën e paqes si argument çështjen e Kosovës, dhe nëse delegacioni amerikan do të votonte kundër që kjo të futej në çështjen e ditës në konferencë. A nuk do të ndjeni ju të paktën se keni të drejtë që kërkesa juaj të studiohet dhe të diskutohet? Henderson sqaron se Hoxha është përgjigjur. Kjo nuk është analogji, sepse ne nuk po kërkojmë Kosovën nga aleatja jon Jugoslavia. Pra, që në 46, vija e asaj partie që sot drejtohet nga Rama, ka qenë mosnjoja e Kosovës. Çdo gjë në favor të Jugosllavisë, sot Vučić, Rama nuk thot kur bashkimi kombëtar. E kam pyetur ambasadorin Bolton dhe ka thënë qoftë se vendosin, askush nga jashtë nuk ju thot dot jo. Prallat se kur të hymë BE do hymë bashk, janë kalandet greke. Gjermania po thot që do të ikin nga BE në 2030. Orbani e quan fole gjarprinç. Askush nuk e ndaloi Gjermaninë perëndimore të punonte
për bashkimin me Gjermaninë lindore, të lindjes. Dhe askush nuk duhet ndaloj çështjen pa zgjidhur çështja shqiptare në Ballkan. Ballkani nuk ka qetësi, bëheja gjithashtu. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.